Erdha në Zvicër edhe i herë fillova me njerë me apliku me atë idenë teme që mas 1 muj, 2 muj, maksimalisht 3 muj veç dhe të filloj me punu, edhe aty e pash që realiteti është pak më ndryshe. Do me thonë, pat lloj refuzime, besoj shumë janë kënd bazume që ky po vi ka pe Kosovë, a e din gjuhën. Sa është përvoja ati, sa është kredibile, e moj man Apple kom apliku, jemi shku deri në nivelin e 4, pas 4 intervista ato në shikardhë dhe refuzim, po nej informat thellë pse jo. Pastaj vazhdova tjera pozitat ndryshme në Kopin, do më thonë në fshatin ku banoj, pa ta apliku 5 herë. Më do këtë pozit shumë e mirë, se të isha afër shtëpis, e menaxhoj rrjetin aty infrastrukturën e Kopit, edhe 5 herë u hap këtë prap pozita refuz, dikur ju e maj manë në vetëm rast ku ju kom shkru dhe ja kom thonë, ku problemi është, ka të bëj diçka me prejardhjen tem, apo çka, jo, nuk po përshtatesh, nuk po kualifikohesh. Kjo storia Kopit është pak interesante ma vonë çfarë zhvillimi merr, çfarë kthese. Pas 1 viti diku me të thonë drejtë, kon as frustruar se sa kom aplikuar në McDonald's dikur edhe me shit libra. Jom shku me tafërn të mi që punojshin transport, me ta veç me e kalu ditën, që është nuk unë isha shumë keq. Unë isha, domethënë, pasiv, e shoh që ja punojke. Ish dimër me mëngjes ajo çoj ke vesh ato xhaketat ato shkoj kënd punë, unë me çan shtëpi, si total një ndjenje si pa vlerë.